Good morning, and happy Friday. Today it's May 16, and today it's Alvon Eve. We celebrated Alvon Eve, kështu që edhe për ata që kemi edhe vitën pa humbur ko po fillojmë e të shohim edhe çka kemi edhe sot. Ja ku jemi këtu edhe apo nashe jemi me të trasha për shkak se është ftoft. It's a cold outside. It's a raining. It's a shika që është shumë boring jashtë është outside edhe mama mia and Alvon Eve today we celebrated and tomorrow kemi Alvon Day and my birthday. Kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë, çka do t'ja bëjmë, që të tregoj. Shiko është si vranët nuk ka dielli. Shiko se çfarë kohë është sot, e vranët me shi, raining, shumë keq. Është shumë, shohim që kjo lulet e mia, apo bjen shi qëtë, bjen ka pak, po, edhe shiko jo, ko gja po bjen, na ka rodhe këtë, shiko se si jam bërë këtu, gjitha kështut, edhe po bjen, është edhe era po fryn, që shiko, është koha e keqe. Shiko, unë këtë lullën për shkak se është it's cold outside, e futa mrena e vendosa këtu, edhe shiko kur këtu ne të rinë sonte tonight këtu, e tomorrow kur bëhet pak ma mirë koha, kalon ftofti e vendosi këtu edhe atjetër në salon. Është ora 11:05 minuta dhe akoma nuk e ndorë për shkak se babai im njerë nuk orë, po unë jam gati dhe jam gati me të trasha, shiko, me këtu të trasha, me këta edhe për herë të parë, 16 maj, për ta mbajtur me, e kam bërë gati i jaknën, shiko, jaknën e trash të dimrit, jo jaknën e praves, po jaknën e dimrit, kështu që është ftoft. Unë bo qadrën edhe s'po d'ja me marrë edhe kapelen. Jashtë akoma është duke rënë shi edhe s'po di. A me dal, a mës me dal. Tek qyrin ndesa të vjen baba im se qa po bëhet. Jemi në qytet. Edhe sa po kemi dalë, shumë po bjen shi, janë njerëzit me qadra, edhe unë kam qadra, edhe nuk po di a me ndajt, jashtë, po frinera, shiko që fandesh, no, shiko se si është bë ujë gjithandej. Water. Qika, fleta, të në tokë. Së më konë vjeshta. Gjithandej është shi. Shumë keq. Ja, s'kena me mujtë me najtën jashtë. Shiko është shumë shi. Shumë. Shiko, gjithandej është ujë. Frinera. Dhe hina njëre që të në pan. Yes. Shiko, s'ka frinera. No.
Qa me po? A me dojla ju, a me shku veç diqa atje dhe mu këty. Mamma mia! Wow! Shumë ujë është. Ujë. Gjithandej është ujë. Nuk kemi mujt me hecën. Wow! Është e pabesueshme. Shumë keq është. Edhe po bjen shi. Është ka fryn era. Për atë arsye dhe era pe bën të vështërsueshme edhe ecjen edhe gjithandej ka ujë që ka mbeturina dhe akoma është duke rënë dhe era pe bën e gjitha era shika akoma është duke rënë. Shtiti është në shi. Po ikim na në shtëpi. Dhe kështu çka Oj. Ja, s'po dhe çadrën. Okej, të na unë është ujë. Po ikja. Shika. Ja ku jam këtu dhe ja ku erdha në shtëpi edhe it's raining edhe po fryn era shumë që ajo erë po e bën ma keq, kështu që jam bërë i gjithë i qull, tani po du mi rregullu qëto gjona, i vendosën qëto në qantë edhe mi qëta shu kallzoj kështu që krejt jam bo qull jam bo që mi vendos qinina edhe me këqyrën apo tjera. Shiko, krejt janë me ujë. Krejt janë lagderi këtu. Qështu? Edhe këtu. Shiko. Mamma mia. I gjitha janë të lagta. Shumë. Kështu që ishte shumë keq, po i lot qëtu në të tjerën, ndoshta tjerën. Ja ku jam ra këtu, kom marrë kështu batanien, se ftoft, edhe jam ra qëtu, po du pak me pushu, edhe me nej qëtu, ta si në dimër. Ta në kom marrë. Kështu që, okej, pushu. Kom flajt që nga ora një dishka pasta jam qu përsëri dhe jam përsëri shiko me batanie ftoft por nuk e kemi ndez këto për shkak se nuk është qaq ftoft mbrenda por unë po ri qështu po kom qef edhe po shikoj qëtu televizorin qështu ky djali po merr pjesë me boksi për të ngrënë uji im këtu qëto i kom lënë qëto se kom ble hek akoma edhe po du me ble një tjetër me si shkolk tani edhe për verës edhe mas nej me lonën e kohë gjatë
Kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë, e jemi këtu në shtëpi dhe po këqyrim që shto televizor. Okay. Shiko, po fillon edhe momenti i natës së shenjtë të Alvonit, kështu që edhe kemi rregullu pakës me këtë lulën këto, shiko se sa më vjen era shumë e bukur, si dhe kemi dhezur qirion Alvonit me këto tulipan, do më thonë me ndezjen e qiriut të tulipanit dhe kështu që po fillon edhe nata e Alvonit, nata e shenjtë e bukur dhe që të apelojmë që të sonte për shkak të ftohtësisë që të rinë këto dhe era po vjen shumë e mirë. Kështu që ja se sa bukur edhe qiriu edhe kjo lulje e gjallë këtu. Dhe vetëm një ka ardhe dhe mbrëmja, edhe ora 8 është rrafsh, lullën po e losun të këtu për shkak se është toft, edhe atje të rëngo vendos atje, edhe po e losun të këtu, kështu që shiu është ndalur, por është vranë, tomorrow duket që është më mirë koha, dhe akoma nuk ardhë e gjithë. Shiko, se sa bukur edhe njëherë dua të tregoj kështu, se sa bukur po duket, që kjo pjerdja fu më pëlqen shumë, por nuk po di tani çto a me ndru me bo change, diçka me bo për summer, dhe kështu që të shohim si do t'ja bëj, që edhe njëherë pjerdja kështu. Do të thënë po vjen mbrëmja. Be marrim edhe qire, edhe po du nata e Alvonit, po du mu lut me lutjet. Kështu për ta bërë natën e Alvonit, ta përdhezi edhe qëtu, pe vendosi qiriun qëtu, edhe pe marë lutjet edhe tek altari, vetëm përdhezi qiriun. Ja ku kemi filluar edhe lutjet e mëdha në natën më të shenjtë të Alvonit, nata e Alvonit, kështu që zbritja e Shën Aleksandrit në tokë dhe e ja ku është kështu të altari, është ndezur edhe drita, mund ta mbyllim edhe kështu të sa për ta parë, kështu zbritjen ndoshta s'po duket bash mirë, por është edhe kështu. Kështu që po fillojmë, ja ku është altari im është gjaku i Shën Aleksandrit, fytyra kështu të zbritja dhe ja ku është këtu lutjet e shenjta dhe ja ku po fillojmë me këngën hyrëse që është Lavdi për ty o Perëndi, lavdi për ty o Perëndi, lavdi për ty o Perëndi. Më shir për ne o Perëndi, më shir për ne o Perëndi, më shir për ne o Perëndi. Lavdi për ty o Perëndi, lavdi për ty o Perëndi, lavdi për ty o Perëndi. Më shir për ne o Perëndi, më shir për ne o Perëndi, më shir për ne o Perëndi. Lavdi ty o Perëndi, hynoret ju ngrite për mbi lavdin tënde, ti një dhe i vetë, me ti ishe jetë të jetëve, amen. Dhe tani po fillojmë edhe me lutjet e mëdha. Ja, pra ku i përfunduam edhe lutjet edhe kështu që tash po e lojmë librin këtu, po e lojmë që qiriun e ndezur këtu tek altari edhe pe përfunduam videon, që ta po du me mshil edhe pakës qështu, edhe kështu të pra, edhe sot me të 16-in, unë e dje e kom bu kapi, e kom bu 16-in vend se 15-it, që tu duhet mi qu atje, edhe po i bojmë gati gjanat për me flajt, qështu edhe me rregullu shtratin për me flajt, mi vesh pijamat, edhe vetëm për përfundojmë videon, edhe shihemi
tomorrow new video për Alvin Day and my birthday. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe kësaj video, gjithi që pëlqen video mia bëni like dhe bëni subscribe për më të gjitha video mia në kanalin tim në A Lifestyle Channel. Bye bye and see you tomorrow me Alvin Day and my birthday.